Dyfytyrësia e kryeministrit Edi Rama për qëndrimin ndaj krimeve ekonomike dhe financiare që ka kryer ish qeveria e Sali Berishës u shpërfaqe dhe më e shumtuar në mbledhjen e kryesisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Gjatë fjalës së tij Edi Rama i kujtoi Spakut hetimin për shitjen e 4 heceve duke thënë: "Nëse duan të luftojnë korrupsionin, të marrin dosjen e privatizimit kriminal të 4 hidrocentraleve Shkopet, Ulës, Bistrica 1 dhe Bistrica 2, këtyre 4 veprave të ndërtuara nga populli që i takonin vetëm popullit dhe ja dhanë një kompanie private. Këtë thirrje të Edi Ramës drejtuar Spakut, shqiptarët do ta besonin si merak të tij për pasuritë publike dhe ndëshkimin e atyre ish qeveritarëve që i shitën nëse kjo thirrje për drejtësi nuk do të ishte hipokrizi dhe dyfytyrësi e tij. E themi këtë për faktin se ishte vetë kryeministri Edi Rama që emëroi antar bordit të Bankës së Shqipërisë ish ministrin e Financave Ridvan Bode, i cili bashkë me Sali Berishën e Ilir Metën bën pazarin me kompaninë Kurum dhe pothuajse ja dhuruan 4 hidrocentralet Shkopet, Ulës, Bistrica 1 dhe Bistrica 2. Në muajin dhjetor 2018, Edi Rama çoi emrin e Ridvan Bodes për votim në parlament, si propozim të PS-s dhe qeverisë, ku u mandatua për postin e antarit të bordit të Bankës së Shqipërisë. Gjatë viteve kur PS ishte në opozit, Edi Rama u betua se do të çonte para drejtësisë ministrat e PDLS-së për vjedhjet pasurive publike dhe koncesione mafioze, duke përdorur edhe emrin e Ridvan Bode si ministër simbol korrupsioni e vjedhjesh. Por kabinetin e parë qeverisës në vitin 2013, Edi Rama e krijoi me partinë e Ilir Metës, të cilit i dha 4 ministri dhe 30% të pushtetit në nivel qendror lokal, madje duke mbajtur edhe ish ministra të pushtetit PDLS-i. Kryeministri Edi Rama gjatë 13 viteve në pushtet nuk e kallëzoi Ridvan Boden për asnjë aferë privatizimi, vjedhje apo PPP-je, madje as për shitjen kriminale të 4 hidrocentraleve siç e quan tani. Nuk e kallëzoi Ridvan Boden as për vjedhjen e 30 milion dollarëve nëpërmjet mashtrimit me shitblerjen fiktive të ish Hotel Dajtit, duke e kaluar pronësinë nga qeveria te Banka e Shtetit, por përkundrazi e emëroi në bordin e Bankës së Shqipërisë. Ndërsa me Sali Berishën, kryeministri Edi Rama po vazhdon pazaret e pista për të sunduar në politikë dhe pushtet, duke i servirur si marrëveshje politike për reformat integruese në BE dhe për mirëqenien e popullit. Për shitjen e 4 hidrocentraleve filloi një hetim nga Prokuroria e Tiranës në vitin 2016, por u vendos mosfillimi i çështjes për mungesë vepre penale, ndërsa Edi Rama 2 vite më pas ish ministrin Ridvan Bode që i shiti e emëroi në bordin e Bankës së Shqipërisë. Madje Edi Rama po mban një vend bosh në bordin e bankës, duke mos propozuar antarin e tretë në emër të Këshillit të Ministrave, sepse është ende në pazare me oligark dhe me Sali Berishën për t'i dhënë Ridvan Bodes mandatin e dytë 5 vjeçar.